Mrekullia e ndarjes së Hanës për gjysmë. Zoti i ka pajisur pejgamberët që i ka ngarkuar me ftesën për në rrugën e drejtë, me një kompetencë të jashtëzakonshme që do të ndikonte mbi masat dhe do t'i tërhiqte ato në besim. Kjo për të thyer kokfortësinë e mohimit me të cilin do të përballesh. Veçanërisht profetëve u ka dhënë edhe një sër favoresh të jashtëzakonshme për t'i bërë masat për vete, të quajtura mrekulli. Mrekullit u janë favorizuar profetëve sipas të veçantave të periudhave të tyre, të ekspozuara mbështetur në fuqi që zgjojnë mahnitje. Për shembull, në kohën e Hazreti Musait, në rend të ditës ishte magjia, e cila kishte arritur kulmin. Prandaj edhe atij që dhënë një mrekulli e kësaj fushë, shkopi dhe dora që i shëndriste. Në kohën e Hazretit Isait, mjekësia kishte shënuar përparime të mëdha dhe mjekët kishin zënë një pozitë shumë të lartë në sytë e popullit. Atëre, edhe Hazreti Isait ju dha një mrekulli që do t'i linte në hije edhe mjekët më të aftë dhe do të siguronte besimin e njerëzve, ringjallja e të vdekurve. Sa për profetin Muhammed, paqja qoftë mbi të, me që profecia e tij përfshinte të gjitha vendet dhe kohët djerë në kiamet, ai zotronte të gjitha kompetencat, pushtetin dhe mrekullitë e profetëve të kaluar dhe ndodhej në maj të gjithë kësaj. Nisur nga kjo, mrekullitë e tij të pakufizuara vetëm në mjeshtritë e ligjërimit, bisedës e predikimit, si mjeshtrit më me ndikim të kohës, janë realizuar në një formë që përfshinte fusha të ndryshme. Njëra prej tyre është mrekullia e ndarjes së Hanës për gjysmë. Për t'u dhënë gjallëri e jetë zemrave të lodhura nga bojkoti i gjatë, si dhe një paralajmërim mohuesve për fuqinë e këtij faktori të ri të dalë në shesh, të cilët ata i qenë kundërvënë. Kjo mrekulli e madhe të dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të, ka ndodhur në krye të viteve të bojkotit, pra në vitin e 9 të periudhës së Mekës. Në një natë me hënë, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ju lutë Allahut dhe hëna u nda më dysh, dhe kjo mrekulli u pa nga të gjitha anët. Një copë e hënës u pa në anë të malit Kubejs, kurse tjetra në anë të malit Kuajkian. Politeistët që e panë këtë gjë, përsëri nguruan të besonin. Madje Ebu Xehli edhe e mohoi duke thënë kjo është magji. Politeistët që e panë këtë mrekulli thanë për profetin paqja qoftë mbi të: ne na magjepsi, por të gjithë nuk i magjeps dot. Atëre u pyetën edhe karvanet jashtë Mekës që vinin nga larg. Edhe ata thanë se e kishin parë që hëna që ndarë më dysh. Pas kësaj ndodhije zbriti ky ajet: Kiameti u afrua dhe hëna u nda. Po të shohin një mrekulli, ata me njëherë kthejnë fytyrën në njanë dhe thonë, është një magji e përsëritur nga kohët e vjetra. Gjithë populli i Mekës qente një fjale se hëna që ndarë më dysh. Njerëzit me zemrën të hapur ndaj së vërtetës e vërtetuan profetin, kurse zemrat e drynosura thanë, ç'magjistar i madh. Me të vërtet, astronomi i njohur francez Lefrançois de Lalande, duke shqyrtuar lëvizjet e kaluara të hënës, ka qenë i detyruar ta pranonte mrekullinë e ndarjes së hënës për gjysmë. Nëse duam ta përmbledhim në disa pika urtësinë e mrekullive që Zoti ua favorizoi të dërguar vetë, mund të themi shkurt këto: 1. Ndikim mbi masat dhe tërheqjen e njerëzve në besim. 2. Përforcimi i besimit besimtarve, ngushëllim dhe qetësimi i zemrave. 3. Vërtetimi i dërgesës dhe profecisë së të dërguarve. 4. Përballë fuqisë hyjnore, dobësimi i mohuesve dhe heretikëve dhe mahnitje e besimtarve. Ashtu si çdo ajet i Kuranit e shton besimin e besimtarve dhe mohimin e mohuesve,
Ashtu edhe mrekullia e shton mohimin dhe herezinë e personave për cilët është thënë la jehdi, nuk udhëzon, do me thënë që Zoti s'ka për t'i udhëzuar. Ngjarja e ndarjes së hënës në 2 pjesë është një mrekulli e madhe e profetit Muhammed. Me që ai është profeti i kohës fundit, dalja e tij në botë është në të njëjtën kohë edhe një nga shenjat e kiametit. Kështu, në ajetin kuranor, duke u shprehur si më poshtë, është shprekur kjo e vërtet. Kiameti u afrua dhe hëna u nda. Vazhdimi i kumtesës nga profeti pavarësisht nga kushtet. Pavarësisht nga mundimet dhe vuajtjet që i shkaktonin njerëzit e fisit, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, nuk e ndërpriste qoftë edhe për një çast ftesën për të e vërteta. Në çdo rast i ftonte njerëzit në rrugën e drejtë, e trajtonte bashkëbiseduesin me metoda të ndryshme sipas gjendjes. Njëri prej personave më të fuqishëm fizikisht të Kurejshve, Rukane, i cili ishte edhe një mundës që se njihte rënien me shpinë, një ditë u takua me të dërguarin e Allahut, paqja qoftë mbi të, në njërin nga fushat e Mekës. Ai i tha Rukanes: "O Rukane, akoma s'ke për të pasur frikë ti nga Allahu dhe do të vazhdosh të këmbgulësh për të mos e pranuar Islamin? Eja, bëhu musliman." Rukane ju përgjigj: "O Muhammed, po të më vësh poshtë në mundje, do të pohoj besimin ty." I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, e pyeti: "Po të dal unë fitues, a do ta pranosh se thënjet e mia janë të drejta e të vërteta?" Rukane ju përgjigj: "Po, nëse më mund, ose do ta pranoj Islamin, ose këta dhenë bëhen të tut. Por nëse unë të mund, ti do të heqësh dorë nga kjo puna e profecisë." Dhe u kapën në mundje. Sa po e kapi Rukanen, i dërguari i Allahut e shëmbi për tokë. Rukane nuk mundi të mbrojë. Ai i tha profetit: "O Muhammed, le të bëj mundje edhe një herë." Prap u rokën dhe i dërguari i Allahut e vuri poshtë prap. Rukane i tha: "O biri ti mungji, eja të mundemi edhe një herë." Mirë po Rukane që ra me shpatulla në tokë edhe për të 3. herë, prap nuk besoi. Profeti u prek shumë nga që Rukane nuk e pohoi besimin dhe nga që në këtë mes përdori disa fjalë jo të hishme. Ai i tha Rukanes: "Merri vend edhe shko." Atëhere Rukane i tha: "Vallahi, ti je më i dobishëm e më i nderuar se unë." Rukane u bë musliman disa vite më vonë, gjatë triumfit Mekës, pastaj shkoi në Medinë dhe u vendos atje. Kurse një herë tjetër kishte shkuar në Mekë për umre, Dimad bin Falebe nga fisi Ezdi shenue. Dimad ishte një person që ishte i dhënë pas mjekësisë, që u këndonte dhe u frynte të smur dhe mendor dhe që përpiqej të fitonte dituri. Kur i dëgjoi politeistët që thoshin se Muhamedi është i marr, tha me vete: "Unë po shkoj ta shoh një herë këtë njeri, ndoshta Allahu i jep shërim nëpërmjet meje." Dhe u ngrit nga kuvendi i politeistëve dhe shkoi te profeti, të cilit i tha kështu: "O Muhammed, unë e mjekoj marrëzin, po deshe, po të mjekoj edhe ty. Ndoshta Allahu t'i jep shërim." I dërguari i Allahut ja ktheu në këtë mënyrë: "Lavdërimi është i posaçëm vetëm për Allahun. Ne lavdërojmë vetëm atë dhe ndihmën vetëm prej tij e kërkojmë. Ne mbështetemi te Allahu nga e keqja e vetes son. Nuk ka kush që ta çorientojë atë që orienton Allahu. Gjithashtu nuk ka kush që ta orientojë atë që e çorienton Allahu. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër veç Allahut.
Ai është një i vetëm. Ai nuk ka të ngjashëm e nuk ka shok. Gjithashtu, dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Fjalët e profetit, paqja qoftë mbi të, i pëlqyen shumë Dimadit dhe ai i tha profetit: "Kur nuk kam dëgjuar fjalë më të bukur se kjo. Apo mi përsërit edhe një herë?" Profeti ja përsëriti edhe një herë. Pasi i kërkoi profetit ja përsëriste edhe 2 herë të tjera ato fjalë si margaritar, Dimadi i tha: "Unë i kam dëgjuar fjalët e orakujve, magjistarëve, poetëve dhe të çdo lloj njeriu, por kur si kam dëgjuar këto që the ti. Këto fjalë janë margaritarët më të çmuar të detit të ligjerimit dhe oratorisë." Dhe u bë musliman. I dërguari i Allahut e pyeti: "A ma jep fjalën edhe në emër të fisit?" "Po ta jap fjalën edhe në emër të fisit," i tha Dimadi. Duke i marrë fjalën Dimadit edhe në emër të fisit, pasi ai e kishte shprehur besimin në emër të vet, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, e ngarkoi Dimadin me detyrë si përfaqësues dhe mësues të fisi i vet për t'u akumtuar Islamin.